Njësiti rajonali i trafikut rrugor në Gjakov gjatë gjithë sezonës verore do të implementoj planin operativ, sezona verore 2025, përmes së cilës do të synohet kontroll më i shtuar në trafik, sidomos në kohën e ardhjes së mërgjimtarëve ku fluksi i qarkullimit është më i madh. Komandanti Milazim Lumi thotë se qysh në fillim të sezonit veror, policia trafikut ka bërë shpërndarjen e disa materialeve në pikat doganore si rikujtesë për bashkëdhëtarët që kujdesin gjatë ngasjes. Në Republikën e Kosovës kemi një shtim në komunikacion. Policia në forma të ndryshme bën apel që të kenë kujdes ngasjes të veturave. Konkretisht tani policia e Kosovës ka bërë një sensibilizim me shpërndarjen e posterëve në hyrje të kufeve, duke i rifreskuar disa nga rregullat kryesore të ligjit të trafikut të komunikacionit rrugor, konkretisht në përdorimin e telefonave, në shpejtësi, në rripin e sigurisë, duke llogaritur që ngasjet e veturave kanë njohuri, i din këto, por kjo është vetëm një rikujtim, një sensibilizim i opinionit të gjerë. Komandant Lumi gjithashtu thotë se këtë sezon verore edhe ekipi policëve me motocikleta do të jetë në detyrë si një mbështetje e mirë për sigurinë e komunikacionit rrugor. Po ashtu, si risi në kuadër të drejtorisë rajonale, kemi edhe formimin e njësisë motocikletave, ku të cilët është java e dytë që janë duke operuar, dhe shpresojmë që do t'ju përgjigjmë gjitha kërkesave dhe do të kemi një verë apo një pushim veror të bashkëdhëtarëve dhe qytetarëve tjerë të rehatshëm dhe komod. Respektimi i rregullave në trafik jo vetëm për të shmangur ndëshkimet, por për të mbrojtur jetën e të gjithë të pjesëmarrësve është obligimi i secilit.